Në orët e para të ditës së sotme ka përfunduar procesi numërimit të votave për subjektet politike, por edhe për kandidatët e çdo subjekti, këtu në KZZ numër 83 që i përket bashkisë së Dropullit. Tashmë, antarët e Komisionit Zonal Zgjedhor janë duke diskutuar brenda në ambientet për të përgatitur gjithë dokumentacionet dhe për ta transferuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Tiranë. Totali i votave të vlefshme në KZZ numër 83 janë 2968 totali. Të pavlefshe janë 150 dhe më poshtë po vazhdoj me Partia Socialiste. Subjekti Partia Socialiste mori 1982, Shqipëria Madhështore 831, Lëvizja Bashk 11, Partia Koalicioni Eurotalni 14, Nisma Shqipëria bëhet 84, Partia Aleanca Shqiptare 2, Aleanca Demokracia e Re 5, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 4, Partia Mundësia 9 dhe Partia Social-Demokrate 18. Përsa përket kandidatëve më të votuar në koalicionin Shqipëria Madhështore, po dhe të koalicioni Parti Socialiste, mund të jam disa të dhëna? Po, Alma Bluci është me 287, mund të jetë një gabim i vogël, kurse 231 është kandidati Arben Risani. Partia Socialiste? Për Partinë Socialiste, kandidati që fitoi më shumë vota që Piro Dhima, 1470, kurse kandidati tjetër, Tërmet Peqi, më i votuar nga kjo koalicion, 278.